Shkodra përjetoi një nga netët më të veçanta të karnevaleve, me një paradë unike karrosh alegorike, dritash dhe personazhesh që pushtuan rrugët kryesore të qytetit. Ngjyrat, kostumet kreative dhe energjia pjesëmarrësve e kthyen qendrën në një skenë të hapur feste. Spektakli kulmoi me një mapping show në fasadën e Bashkisë së Shkodrës, ku loja e dritave lëvizse, elementet vizuale dhe ritmi i muzikës krijuan një atmosferë magjike që bajti të mbledhur qindra qytetar në shesh. Fëmijët dhe të rinjt shprehen entuziazmin dhe gëzimin për këtë përjetim të veçantë, duke cilësuar paradën dhe shfaqjen si momentet më të bukura të festës. Për çdo vit është të bëhet edhe më bukur, edhe shpresoj që të bëhet edhe më bukur. Atmosfera shumë e bukur, çdo gjë perfekt. Shumë më mirë edhe çdo ditë ashtu bëhet më bukur. Venecian gjithmonë janë më të veçantë. Është një super organizim se edhe për një të ri që mund të bëj diçka më të ri edhe më të bukur, edhe pse jam me kalu kohën e lirë që ne mund kemi. Qysh të kam marrë vjet si ka mendu që më ardhë karnevalit prep. Kina dalë me familjen, kina bë paradën me qenën kulturore. Mu pëlqejnë shumë të namaskat, festat, tana. Po, mu pëlqejnë shumë, ishte një fest fantastike, kam kënu gjithë perfekte. Po, ishte një realizim shumë i bukur, ngjyra dhe drita, karnavalet shumë bukura. Karnavalet e Shkodrës janë më të bukurat. Po, mua më kanë pëlqyer shumë karnevalet dhe jam e lumtur që jam këtu. O pëlqen me vesh si karnavalesh edhe pëlqen me vesh hop mask. Karnavalet këtë vit i përjetoj shumë mirë, më sjellin shumë emocione, shumë ngjyra të bukura, kam festu, kam kënu, kam kërcy, jam shumë e gëzuar. Karnevalet janë shumë të bukura dhe jam kënaqur shumë. Dhe kam kërcyer me shokët dhe me shoqet dhe kam bërë shumë qejf. Me fytyrë qeshun e zemër të bardhë, do të festojmë të gjithë bashkë. Shkodra thot mirë se ke ardhur, Karneval 2026. Karnavalet vazhdojnë të dëshmojnë se Shkodra do t'i bashkojë traditën dhe kreativitetin modern, duke i dhënë qytetit ritëm, ngjyra dhe jetë.